Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 12, data 12 qershor të 2025. Duket se kemi një ditë disi të veçantë ku kemi të bëjmë me Mërkurin dhe me Afërditën në një gjashtkëndësh, në një kënd mjaft pozitiv në lidhje me komunikimin, kontaktet dhe çështjet personale, profesionale tona, në mënyrë që të kemi mundësinë për zhvillime dhe çështje të mëdha në kontakte me punët tona dhe me takime që mund të bëjmë. Përfitojnë shumë shenjat e ujit që kanë bëjnë nga forret, akrepët, peshqit ose ata që kanë ascendenten në këto shenja. Gjithashtu ka të bëjnë dhe me një trekëndësh që formohet mes ndikimit të diellit dhe të hënës, ku ka të bëjnë shumë me çështjet që lidhen me jashtë, me lajme të papritura dhe ka një ndikim shumë të mirë në këtë aspekt. Është një mundësi gjithashtu, një mundësi e artë në lidhje me një takim i momentit të fundit, ku do jetë një takim që ka të bëjnë me avancën, ka të bëjnë me kohën, ka të bëjnë me çështje të rëndësishme, vazhdimësia. Prandaj vini pas mos e vini pas dore, sepse është një ditë mjaft e rëndësishme për çështjet që neve kemi për të mbyllur dhe kemi për të vazhduar.